Jemi rikthyer në studio në këto minuta të fundit të startit për mëngjesin e sotëm dhe besoj, mado mendja, të gjitha kemi parasysh atë momentin kur jemi duke festuar dhe shohim ato dritat blu që na paralajmërojnë që ka ardhur momenti që zëri i muzikës të ulet, sepse mund të jemi duke shkaktuar ndotje akustike. Jo të gjithë i respektojnë këto rregulla, jo të gjithë i respektojnë ligjin dhe për të pasur parasysh se çfarë duhet të bëjmë në raste të tilla, cila është gjoba që aplikohen, cilat janë masat që ndërmerren, cilat janë zonat më problematike dhe se si po përgatitemi për sezonin veror, kam të ftuar në studion e start zotin Genti Mullaj, zëdhënës i policisë së shtetit. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Besoj për ju tani në këtë periudhë fillon puna më intensive sa i përket ndotjes akustike, se shtohet edhe numri i turistëve që vizitojnë Shqipërinë. Po unë do doja ta nisja me zonat më problematike për ndotjen akustike në Tiranë. Cilat janë? Atëherë, policia e shtetit në përmbushje detyrat saj, një nga detyrat e përditshmërisë së saj është edhe parandalimi i ndotjes akustike. Në këtë aspekt, policia e shtetit ka ndërmarrë një sër masash për ta pajisur policinë me mjetet e duhura për matjen e muzikës, me qëllim që mos të kemi asnjë keq kuptim me administratorët dhe pronarët e lokaleve, pra për mos i rënë në qafë askujt padrejtisht. Dhe në këtë aspekt, policia e Tiranës dhe është në vim duke pajisur e gjithë policia në vend me pajisjet e reja të matjes së zhurmave, pra të muzikave në lokale. Aktualisht policia e Tiranës ka filluar kontrollet intensive. Këto kontrolle janë bazuar dhe në bazë të telefonatave të ardhura nga qytetarët tek salla e komandimit në numrin e papagesë 112. Kontrollet janë shtrirë gjithësisht në të gjitha lagjet të Tiranës, por me fokus ish blokun lokalit rreth arenës kombëtare, afër Don Boskos, te Instenjishi, pra në lagjet më kryesore të qytetit, aty ku ka dhe më grumbullim masiv të qytetarëve dhe ankesa nga qytetarët janë më të shumta. Ndërkohë, si realizohet matja e nivelit të zhurmës? Se ju përmendu disa pajisje, po çfarë janë konkretisht? Pajisjet matin në nivelin e zhurmës, matin në decibel. Punojnësi i policisë është fare thjesht për ta përdorur. Punojnësi i policisë e ma pajisje në dorë rreth 15 apo 20 metra larg lokalit dhe mat zhurmën. Nëse zhurma është deri në 85, e mat për 3 deri në 5 minuta. Pra, 15 ose 20 metra larg lokalit dhe për 3 deri në 5 minuta punojnësi i policisë ma aparaturën në dorë, është e thjeshtë si tip telefoni dhe aparatura thith tingujt e muzikës dhe e kalkulon dhe përpunon dhe e nxjerr. Nëse niveli i muzikës është mbi 85 decibel, atëherë drejtuesi administratori apo pronari lokalit është detyruar të ulë muzikën. Pra është këshillimi i parë për uljen e muzikës, por nëse punonësi i policisë shkon për herën e dytë tek lokali dhe e gjen mbi 85 decibel, atëherë pronari lokali ndëshkohet me masë administrative që janë jo pak. Si funksionon në gjobat? Nga 2 milion deri në 3 milion lekë të vjetra, dhe nëse brenda 2 viteve përsëritet 2 herë, i hiqet licenca. Pra kemi një pezullim të aktivitetit në rast se përsëritet 2 herë. Nëse përsëritet kjo lloj shkelje. Ka pasur deri më tani raste të tilla? Me thënë të vërtetën, ne kemi një javë që kemi nisur këto kontrolle. Kemi ndëshkuar një pronar ose një administrator të lokalit, mund ta them rreth arenës kombëtare. Kemi pasur disa këshillime në blok. Nëse punonësit e policisë do të konstatojnë që në këto lokale ku janë këshilluar ka rritje muzikës e cila kthehet në shqetësim për banorët, atëherë edhe ata do të ndëshkohen me masë administrative dhe nëse do ketë përsëri do të ketë masa tjera që vijojnë të parashikohen nga ligji, i cili është rregulluar dhe është ndryshuar në vitin 2023, ku i ka parashikuar të gjitha masat do të marrin jo vetëm policia, por edhe Ministria e Mjedisit e të gjitha organet që i ngarkon ligji për këtë punë. Dhe mos harrojmë që patjetër ne duam që njerëzit festojnë, të argëtohen, dëgjojnë muzikë, po mos harrojmë që ka edhe zona në të cilat qytetarët mund të shqetësohen, dikush mund të ketë një problematik në familje, dikush mund të ketë ato orarin që flej gjumë në ato momente, kështu që detyrimisht do duhet të ndërmerren masa të tilla. Tashmë jemi, siç dhe ju e thatë, jemi para sezonit turistik. Në zonat bredetare muzika lejohet deri në orën 24 nga pra deri në orën 12 mund të dëgjohet. Deri në orën 12
dëgjohet muzikë, por edhe kjo dëgjohet muzikë nëse nuk shkakton ndotje akustike, pra nëse nuk shqetëson banorët përreth, se mund të ketë lokale që çojnë muzikën maksimum dhe kthehet në shqetësim në mangë të banorët. Mendoni që kjo mund të ketë një ndikim tek turizmi, se ne dim që ka disa turistë të cilët vinë për të parë atraksionet e vendit, ka nga ata që vinë për turizëm kulturor, ka nga ata që vinë për Bregdetin dhe ka të tjerë që vinë për jetën e natës. Pra, a mund t'ja kufizoj eksperiencën një muzikë e lartë që lejo deri në orën 12? Ne kemi aplikuar për vit këtë, pavarësisht se nuk kemi patur aparaturat e dura për matin zhurmën, por nisur nga ankesat e qytetarëve. Punonësit e policisë kanë qelluar për vit dhe kemi vendosur edhe masa administrative ku është qartësisht e dallueshme dhe e dëgjueshme që muzika në lokale është ngritur në maksimum dhe nuk se kemi parë një ulje të frekuentuesve të këtyre lokaleve apo të kemi pasur një reagim nga qytetarët që pse na ulni muzikën, por gjithë banorët kanë falënderuar policinë nëpërmjet numrit 112, pra kanë qenë të kënaqur në reagimet e policisë. Me thënë të vërtetën, mbas orës 24 qytetarët duhet pushojnë dhe ata që duhet të argëtohen duhet gjejnë lokale që plotësojnë kushtet, parametrat për të argëtuar, siç janë. Pra, që të jemi të qartë, zoti Mullaj, një biznes, një lokal mund ta vazhdoj muzikën nëse është i izoluar. Po nëse është zhurmë nuk. Ne flasim për lokalet e hapura që krijojnë zhurmë për qytetarën, ndërsa për lokalet e mbyllura që janë diskot, ato kanë parametrat e tyre akustike, kanë mbrojtjen e tyre akustike dhe janë të lirë për ta vijuar muzikën pra aktivitetin e tyre. Deri në sa e parashikon leja që kanë marrë nga autoritetet lokale, pra nga bashkitë përkatëse. Por edhe ata nëse nuk kanë parametrat e duhur të akustikës dhe kthehet shqetësim për qytetarët dhe ata janë detyruar të zbatojnë si gjithë pronarët e tjerë lokale ligjin. Ndërkohë, nga ana tjetër, ndodh shpesh grupe të rinj organizojnë festa private në Airbnb, që është një prej bizneseve më të përhapura në Shqipëri gjatë viteve të fundit, pra një e mirë shumë e madhe që i bëhet njerëzve që duan të investojnë diku, të marrin disa të ardhura, sidomos gjatë sezonit veror, por ka edhe qytetarë që shprehin shqetësime që një katë më sipër bëhet festë ndërkohë që përpiqesh të flesh gjumë. Edhe në të tilla raste mund të aplikohet një job, cilat janë masat që mund të ndërmerren nëse vjen një telefonat nga një qytetar që shpreh shqetësimin. Menjëherë sa një qytetar telefonon tek numri pa pagesë 112, shërbimet e policisë që kanë në jurisdiksion zonën për patrullim dhe për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, verifikojnë telefonata, pra shkojnë në vend për të verifikuar telefonatën. Nëse policia konstaton që ka ndotje akustike, ka prishje të rendit dhe qetësisë publike, pa diskutim që veprohet njësoj. Sa ankohen shqiptarët? Marrin shpesh në telefon për çështje të tilla, për ndotjen akustike, për nivelin e zhurmës? Se ne përgjithsisht kemi një tendencë për të mos reaguar. Durojmë dhe do thotë që është bërë diçka e madhe nëse marrim telefon policinë. Po t'i referohemi numrit të telefonata që vinë tek sallat operative në gjithë vendin, nga vitin vit, sidomos 2-3 vitet e fundit kanë ardhur telefonatat shumë në rritje. Kjo tregon që reagimi i punonësit të policisë në telefonatën e parë që ka bërë qytetari ka qenë inkurajuese, ka qenë premtuese, ka qenë reagim profesionali policisë dhe qytetari ka rritur besimin dhe ka telefonuar përsëri nëse ka konstatuar një shkelje. Nuk diskutojmë vetëm shkeljet për ndotjen akustike, por ne kemi 10 denoncime për parakalimin të gabuara, për sigurinë rrugore, për prishje rende qetësisë publike, për përdorim të lëndëve narkotike. Pra për çdo lloj palishmërie kemi gati 2 fishin e telefonatave tek sallat operative në gjithë vendin. Pra kjo tregon që qytetarët kanë rritur besim te policia sepse kanë parë që kur kanë telefonuar për një shqetësim apo një denoncim, policia ka reaguar konform ligjit, ka zgjidhur problematikën dhe atyre u rritur besimin për të denoncuar përsëri. Një tjetër rast shqetësues, besoj për një pjesë të mirë të qytetarëve, po ka problematika të cilat edhe unë vetë si individ i përjetoj, po besoj edhe një pjesë e mirë atyre që na dëgjojnë, janë makinat gjatë natës, ato xhirimet e gomave. A ka ankesa edhe për çështje të tilla dhe çfarë ndodh në të tilla raste? Ka një aplikim gjobe, një heqje patente apo diçka e tillë, se i kemi kthyer në një farë mënyrë disa rrugë të lagjeve në pista gare? Policia rrugore e Tiranës, me që jemi po flasë për Tiranë dhe në kryeqytet ndodhin më shumë problematika të tilla se sa në periferi.
ka ndërmarrë një sër masash për ta parandaluar këtë dhe në qoftë se ju jeni të informuar që ne në çdo fundjavë japim nga rezultatet nga policia rrugore edhe zërin për shkeljet rrugore të aspektit të zhurmave nga marmitat e makinave apo të zhvillimit të garave si kryesisht e Tegu apo tek Bulevardi i Ri. Policia rrugore e Tiranës i ka ndëshkuar me masa maksimale deri në 400.000 lekë. Ka zbritje të pikëve nga le drejtimit, ka një sër masash të ndëshkimore të cilat parandalojnë edhe këtë veprimtari. Jo se s'ka pasur as tilla, ka pasur, ndërhyrja e policisë ka qenë e menjëhershme, ka pasur ndëshkime, palishmëri ka, ndajsh policia për ta parandaluar, për ta goditur dhe për të bashkëpunuar me qytetarët që këtë palishmëri ta godasim dhe të krijojmë një ambient sa më të sigurt për ta. Unë ndaj e thash edhe në fillim të emisionit që Policia e Tiranës ka nisur kontrollet e lokaleve duke bashkëpunuar me qytetarët, duke analizuar. Policia nuk mund të jetë në çdo moment. Duke analizuar të gjitha telefonatat që kanë ardhur tek salla operative, pra ku kanë qenë më të shpeshta telefonata për zhurmën, për këtu aty ka filluar dhe puna e parë për verifikimin e tyre dhe më pas në gjitha lokalet. Kështu që duhet detyrimisht të jetë një marrëdhënie bashkëpunimi edhe mes qytetarëve, të cilët raportojnë dhe mëtej merren masat nga organet përfaqësuese. Absolutisht, unë dua t'i ftoj edhe një herë qytetarët nëpërmjet ekranit televizionit tuaj që të besojnë te policia, të denoncojnë çdo palishmëri, ju garantojmë anonimat të plotë dhe ju garantojmë reagim të menjëhershëm profesional nga ana e policisë. Një pyetje të fundit, zoti Mullaj, sa kohë kemi për ta paguar gjobën nëse jemi biznes dhe jemi gjobitur për ndotje akustike? Pronari biznesi apo administratori nëse nuk është dakord me masën administrative, ka drejtin ta hedhë ta ankimon në gjykatë dhe në përfundim të veprimeve ligjore, nëse edhe gjykata vendos se policia ka kryer në rregull punën e saj, pronari është i detyruar të paguajë masë administrative. Unë ju falenderoj shumë për bisedën dhe ju uroj një punë sa më të mbarë, sepse e di me sezonin turistik sa vjen edhe ngarkohet situata për policinë e shtetit. Falenderoj dhe unë juve dhe unë ju uroj punë të mbarë, se kemi pak a shumë të njëjtën punë, jemi të gjithë në terren, në shërbim qytetarëve, shpresojmë bëjmë më të mirën. Kjo është detyra jonë.